Gjykata kushtetuese tha fjalën e saj lidhur me ngërçin parlamentar që ka mbërthyer Kosovën, por interpretimi i ndryshëm që subjektet politike i bën vendimit lan të kuptohet se nuk jemi më pranë zgjidhjes. Syt janë kthyer tashmë tek takimi i thirrur nga Kurti me përfaqësuesit e partive të tjera, por po të shtunën vëmendja do të jetë edhe tek festimet e Vidovdanit mes paralajmërimeve për trazira të mundshme. Gazetari ynë në Prishtinë Ideal Gola do të na japi më shumë informacione lidhur me çështjen. Ideal, të përshëndes. Po shohim reagime të ndryshme sa i përket vendimit të kushtetueses dhe nuk është e qartë nëse është bërë ndonjë hap drejt zgjidhjes apo jo. A pritet të ketë ndonjë zhvillim të rëndësishëm nga takimi i nesërm dhe a kanë konfirmuar partitë politike pjesëmarrjen? Përshëndetje të për ju në studio Rosalba, po ai vendimi i shumë pritur gjykatës kushtetuese tashmë kur kanë kaluar 24 orë nga publikimi i tij, duket se ka krijuar një tjetër paqartësi dhe jo zgjidhje, pikërisht për faktin e interpretimeve të ndryshme të partive politike. Në takimin që ka ftuar kryeministrin e detyrë Kurti do t'i përgjigjen të gjitha partitë politike, të paktën partitë të mëdha politike të komunitetit shqiptar, por edhe disa nga minoritetet, dhe që do të takojnë dhe do të tentojnë të gjejnë një zgjidhje. Siç mësojmë nga orët e fundit, kryeministri Kurti pritet të bëjë propozimet e tij para liderëve partijak, e para pritet të jetë që të propozojë që të ketë një votim në pako edhe për nënkryetaret e kuvendit, në mënyrë që të mos ketë le të themi bllokadë ose kushtëzime nga partitë për njëra tjetrën, pasi menjëherë pas zgjedhjes së kryeparlamentarit në radhë për të zgjedhur është nënkryetaret për të përmbyllur kështu funksionalizimin e kuvendit për të zgjedhur kryesinë e re, ndërsa një tjetër është propozim që pritet është që të jepet një lloj epilogu çështjes së komisionit, për ngritjen e komisionit për votim të fshehtë, pra që të bindë opozitën të votojnë pro ose kundër, edhe pse siç mësojmë kryeministri Kurti synon që të bindë partitë që të japin një shans votimit të fshehtë me premtimin se nëse Albulena Haxhiu dështon që në tentimin e parë, atëherë ai do të ndryshojë kandidatin. Le të themi që është një takim i paragjykuar që në start duke ditur edhe rezultatet e takimeve të tjera, por edhe deklarimeve të partive të sotme, për shembull Lidhja Demokratike e quajti si një show mediatik ftesën e Kurtit apo dhe Partinë Demokratike që tha se kërkojnë kompromise të vërteta, pasi ftesa për takim në të vërtetë nuk është një kompromis, duke kërkuar lëvizjeve vendose që të heqë dorë nga ideja për votimin e fshehtë, por edhe për ndryshim kandidati. E qartë, ndërkohë Ideal, një tjetër zhvillim i rëndësishëm pritet nesër dhe janë festimet për Vidovdanin nga qytetarët serb atje. Dëgjuam kryeministrin Kurti të paralajmëroi për incidente dhe provokime të mundshme dhe të flasë për organizime masive nga vendet të tjera të rajonit. A janë marrë masa për të parandaluar një skenar të tillë të mundshëm? Po, policia e Kosovës me kohë ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme, ndërsa pas ditën e sotme të gjithë detajet për planin e saj operacional i ka njoftuar në një takim që është mbajtur në ambientet e drejtorisë së policisë nga vetë drejtori Gazmend Hoxha, të gjitha institucioneve vendore, por edhe ndërkombëtare, se si ata kanë planifikuar që të bëjnë menaxhimin e sigurisë publike, ruajtjen e rendit dhe qetësisë, por edhe menaxhimin kufitar, duke qenë se pritet si zakonisht në këtë manifestim të vinë edhe serb nga Serbia, por edhe nga Mali i Zi, siç ka qenë në rëndom, apo edhe sidomos pas paralajmimeve të kryeministit në detyrë se mund të ketë një pjesëmarrje më masive se zakonisht. Policia ka thënë se kanë bërë të gjitha përgatitjet, ka paralajmëruar dhe ka kërkuar mirëkuptim nga qytetarët në rast se do të ketë nevojë për ndonjë bllokim rrugësh, por gjithashtu ka kërkuar nga të gjithë qytetarët që të mos bëjnë provokime dhe të manifestojnë qetë, që tashmë tradicionalisht nuk janë të tilla, pasi si zakonisht ka bluza me slogane të cilat janë në kundërshtim le të themi me legjislacionin e Kosovë, ku paraqitet Kosova si pjesë e Serbisë, apo dhe me thirrjet dhe me simbolikat e serbëve që në një farë forme simbolizojnë edhe gjenocidin ndaj shqiptarëve të Kosovës përmes thirrjeve apo këngëve të ndryshme. E qartë, duke uruar që gjithçka nesër të shkojë pa incidente. Ideal, të falenderoj për të gjitha informacionet që na solle.